Edhe në kohët luftës na kanë ndihmue edhe na ndihmojnë edhe sot. Ata kanë qenë në një regjim tjetër, një regjim totalitar. S'kanë mujtë nuk ka pasi atë ndjenjen e vetës. Po zakonisht, ç'sh muj me vrejt në atë Kosovës jemi numër 1. Na kanë rrit nonat tona me kulturë, me këtë kulturë, me ndihmu njëri tjetrin, po Shqipnia, femna shqiptare nuk e kanë. Na I do ma shumë se ata ne. Pse? Se na jemi kundër robni e kemi pas nevojë për ta. Kurse ata nuk kanë pas nevojë për neve. Edhe kështu që edhe në kohët luftës na kanë ndihmue edhe na ndihmojnë edhe sot. Edhe sot dhe asaj dite do të thotë qysh supozohet ajo se Shqipëria me Kosovën janë konë bashkë. Edhe kështu që forcat e mëdha I kanë da. Shqiptarët në shumë truje. Atëherë na kemi nevojë gjithmonë për Shqipëri. Gjithmonë. Për arsye se na jem vogël. Jem shumë të vogël që shtetet e mëdha nuk na njohin. Po s'na njohin edhe reoni se s'janë sikur na. Në tjerë. Kështu që për ata që jemi konë të vogël kemi pësu edhe shumë. Në për lufta kemi hup njerëz, kemi hup gra, kemi hup fëmijë, kemi hup se s'jemi konë na taft për me mujt me imbrojt ata. Është që ajo periudha disa dekadash që na ka ndonë mes nesh. Ajo ka kriju një lloj vakumi. Ne jemi dash po prej largu, nuk kemi pas kontakt me ta. Shumë familje tona kanë meta ne, shumë të të ne kanë met ne, po kur është ndjen da kufit, edhe largësia bën vetëm. Mirë, po tash me ardhen e lirisë, mundësia për me komuniku është ma madhe, mundësia për me nejtë bashkë është ma madhe, ne përshojmë që jemi një popull. Edhe ai natyrisht, kur je një popull edhe e kind jeni atë që më konë një popull. Pavarësisht që këto dhe si të kanë tona nuk po pajtojnë me zveti, ato nuk duhet me ndikuen në marrëdhëniet tona me bashkëkombësit tonë, kështu që ata le ta bëjnë punën e vet, udhëheqësat e politikanë, populli ta bëjnë punën e vet, ka martesat përzimi, ka lidhjet të ndryshme, ka gjëra të mira që janë bërë, po ka dhe gjëra të këqija natyrisht, ku ka mirë bëhet edhe keq, mirë po gjithmonë është të shku mirë e ma mirë. Cilat janë gjëra të këqija që ty s'po të pëlqejnë për shembull? Ata është mentaliteti, është shpesh ndamja thashë ka bëhet vetëm. Ata kanë qenë në një regjim tjetër, një regjim totalitar. S'kanë mujtë nuk ka pasi atë ndjenjen e vetës, nuk kanë pas lejinë e shprehjes, lejinë e fjalës, lejinë e veprimit. Na kënene, me gjithë që kemi qenë të okupuar, na me gjithë atë kemi pas një lloj lirie, edhe kemi shprehë vazhdimisht. E tash ato mosbarazitën në komunikime janë qëto që për na pengojnë, sepse ata në mësuar me një sistem, se me thonë autokrat, kurse na kemi pas sistemin vetë qeverisë. Pavarësisht që serb kanë qenë këtu, ata shpesh nuk kanë mujtë mu përzi në familje dhe gjëra të tjera. Mirë po thamë, nuk është të shku me afrimin e rinis, ane e kënej, me njohjen e trive, ane e kënej, të bojë vetën edhe tash na jemi shtrinë në një farformë në gjatësi geografike, prej Greqisë, prej Maqedonisë, prej Kosovës, Malezi, e Serbisë, atë ko pjesa jonë, do më thonë, veç jemi ka bu gradualisht një. Edhe në Evropë na kemi më shku bashkërisht si një trup. Pavarësisht që jemi në teritoret ndryshme, kemi pasur ndamje ndryshme, ku a bën vetën, ne do të ndihemi si më në fund se shqiptar, pas disa vitesh kur të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Na të Shqipnisë. Pse mendon kështu? E kena dëshmu mija herë. Si e kena dëshmu? Rasti tërmetit, pushimet që I kalojmë, edhe dashnia e pafundme.
Nashta jena popull, veç sa jena dalë për luftës edhe zemra jonë o Shqipnia. A e viziton shpesh Shqipërinë kështu? Për fatkeqësi njerë. Po verës, po Amo janë në grupacionet e grove, aty e kalem shumë mirë me femnat shqiptare dhe kosovare, po zakonisht që shmuj me vrejt në atë Kosovës jemi nëmër 1. Kena ndimu edhe femnat e Shqipnis, ju kena ndërtu shtëpia, banisa, i kena gëzue. a janë falenderues për këto të mira që ju bëra nasi. Po i tash s'ka rëndësi falenderimi, rëndësi kohë, kontribimi edhe bamirësia që kemi na si Kosovë. Ata zbesej që për një vej këshim bëhe. Zbesan. Kur? Se janë shumë a shumë të marramense. Me i të bu diaspor Kosovë ato pare, janë shumë a marramense. E për neve nuk e këshim bëhe. Kur? Ato e kitë garantune. E vrejmë bazë debateve, e vrejmë bazë... Po, ka edhe që mënohen me bëhe, dhe me thonë, shqitjen e mollrave, teshave, tekstilit e kam fjollën, për mes femnave të Kosovës. Besoni që arrin në tregjën prej rrjeteve socialeve, për grupeve të grove, me shqit tesha. Edhe jemi atoj, na o duhen s'na duhen, për me indimu, me i që për para, femnat në Shqipni, ja u blejmë. Edhe ajo është një lloj ndihmesa e gëgja e fortë, se të patë na tekstili është në kulm. Edhe me çmime gëgja të volishme janë, po ja marrin për me i ndihmue, me çu për para. A Shqipnis jo. Këto ta garantoj 100% që jo. Sot dhe që thëjnë dashnie, po kur unë pyetje në vete kina nije, në përloj tha, ju të Kosovës jeni të prapamet në kur rasit të lobimet, kena pas nashta asi komente që si kena prit, shumë të këshia, dhe më thonë vetjake në bas tynve, që shë kanë jetën, po na femna për femna në bëjmë shumë aty. Edhe gjithë kena me bëhe. S'ka rëndësi është nënve të shyse, është qikeri, është fmi, a qka është na jena aty. Po Shqipnia nuk e ka këto, edhe kur s'ka me pas. Uroj me marë prej neve këtë sjellje, na kanë rritë nënat tona me kulturë, me këtë kulturë, me ndihmu njëri tjetrin, po Shqipnia, femna shqiptare nuk e kanë, Shqipnis. A na i dojmë, është e vërtet, i dojmë me zemër edhe me shpirt. Po ato jo, qësh i dojmë na jo, janë shumë vetjake. Ku ka vetjaklak, edhe interes aty s'ka dashni. Interesi është Po. saj më shumë. Edhe e shumë vlerat shqypin çmimet kur shkëm në pushim, mese me i pëzbritje ti ke po banesave që rritet çmimin, pa marrë parasysh brejna konë në refugjat, bukën ndihmat tona i kena do me ta bashke, ato që i kena pas ja u kena lone edhe kërejt. Faleminderit për konë që na kanë imu, po nuk krahasot Kosova me ta, jo, kur. As ka aspekti i respektit, as ka aspekti financës, as ka aspekti dashnis. Le ta harrojnë. Na jena djekt për Shqipnin, ata për neve s'janë. Faleminderit shumë. Respekt zemre. Faleminderit. Kalon mirë, faleminderit për fjalë. Kalon mirë. Zot mirë.